Ka shumë vite që niveli i ndotjes së ajrit është kthyer në një nga problematikat më serioze të Tiranës. Pavarësisht mungesës së mative dhe testimeve periodike, diskutimi për cilësinë e keqe të ajrit që thithin banorët e kryeqytetit është gjithmonë aktual. Nëse do të flitej për matje serioze të bëra publike, e fundit i përket vitit 2022, kur Instituti për Zhvillimin e Habitatit, Koplan, monitoroi 4 qytete, përfshirë edhe Tiranën. Ndotja rezultoi të ishte përtej normës së lejuar nga Bashkimi Evropian, me përqendrim rreth 2 herë mbi normën e dioksidit të karbonit. Faktor kryesor të ndotjes, sipas studimit, ishin mjetet motorike dhe sektori i ndërtimit. Po sot që flasim, është përmirësuar gjendja? Si është cilësia e ajrit që thithim çdo ditë në kryeqytet? Nisur nga këta tregues as pak normal të vitit kaluar, kontaktuam laboratorin e specializuar Neotes në Salerno të Italisë dhe i kërkuam bashkëpunim për të mundësuar matjen e nivelit të ndotjes në Tiranë. Për këtë, ekspertët italian erdhën dhe instaluan aparaturat e matjes në 20 pika të ndryshme të shpërndara në të gjithë Tiranën. Përkatësisht, në Unazën e Re, pas 15 Katshit, tek ish stacioni Trelit, tek ura drejtorisë së policisë, tek Bryli, pranë Gardës, tek rruga Don Bosco, rruga Elbasanit, rruga Kavajës, Kopshti Botanik, tregu industrial 5 Maj, Astir, 9 Katshe, kombinat, katedrale katolike. Pra, praktikisht në çdo cep të Tiranës. Dhe saktësisht aty ku e ka caktuar vetë Agjencia Kombëtare e Mjedisit. Pajisjet radial që u përdorën ishin të teknologjie shumë të lartë, me filtra të ndjeshëm dhe me saktësi të madhe. 20 të tilla u lanë në ambient të hapur për 8 ditë, nga data 28 mars 2023 deri më datën 5 prill 2023. Dhe rezultatet janë për të vënë alarmin. Il monitoraggio è stato effettuato mediante una tecnologia che è quella della brevettata RADIEL, che è uno strumento preciso ma soprattutto accurato e certificato secondo delle norme europee del 2002 nei punti della città indicati dalla committenza e le successive fasi analitiche svolte presso il nostro laboratorio di analisi Neotes evidenziano criticità legate essenzialmente alla presenza di 2 parametri chimici, l'ossido di azoto ed il benzene. Pra, nga raporti mësojmë se ka përqendrim në sasi të lartë të 2 elementeve, dioksid azoti dhe benzen. A dini çfarë niveli është ky përqendrim? Tabelat e tregojnë qartë nivelin e lartë të ndotjes nga 2 elementet në fjalë. Avete un valore medio su tutti i valori che abbiamo misurato pari a 21,3 microgrammi metro cubo di benzene, che è un valore sostanzialmente più elevato rispetto al valore, diciamo, limite in Italia, anche se su base annuale di 5 microgrammi metro cubo. Madje në disa zona, dotja me benzen është e frikshme, gjë që e pohon edhe eksperti italian. Le criticità che abbiamo evidenziato prima sono oggettivamente più rilevanti in 2 zone particolari, soprattutto per quanto riguarda l'esposizione al benzene, rruga Leghisi e rruga Casemi. Në këto 2 rrugë, ndotja nga 5 mg per metër kub ka shifrat e 101 dhe 84 mg per metër kub. Një diferencë jo vetëm shqetësuese, por e frikshme. Përveç ngarkesës së trafikut, çfarë shkaku tjetër mund të ketë? L'albalia, magari il gasolio o soprattutto le benzine che vengono usate potrebbero essere una qualità diversa. Potrebbe essere anche questo una riflessione che si potrebbe fare. Po çfarë nënkupton për shëndetin ton një nivel kaq i lartë ndotje